54 zonat e shpallura në mbrojtje në territorin e Shqipërisë kanë humbur deri edhe kuptimin e vërtetë të emrit të tyre. Në këto pamje nga lart të këtyre sipërfaqeve, shenjat e kuqe tregojnë ndërtimet pa leje. Ministria e Mjedisit ka evidentuar në total 500 të tilla që janë ngritur në parqe kombëtare, rezerva natyrore apo në zona që duhet të ishin peizazhi mbrojtur. Shembulli më flagrant është Llogaraja, ku 16 objekte janë ndërtuar pa asnjë leje brenda zonës së mbrojtur me ligj. As pak më mbrapa nuk është butrinti ku hedhja e fondeve për mbrojtjen ka qenë në raport të drejtë me hedhjen e themeleve të ndërtimeve pa leje. Evidentohen 15 të tilla të përqendruara rreth Ksamilit, por shkelja më paradoksale nuk ka ardhur nga privatët, por nga vetë shteti. Nga Komisioni i Kthimit dhe Komisioni i Pronave, në mënyrë krejt palishme, janë kompensuar dhe janë kthyer prona brenda territorit të zonave të mbrojtura. Zonat e mbrojtura të cilat janë në menaxhim nga subjektet private janë dhe kryen aktivitete të tjera krejt palishme. Do të prishin të gjitha ndërtimet pa leje të identifikuara brenda territorit të zonave të mbrojtura. Lezhë dhe Pogradeci kanë pësuar dhe ato një masakër të vërtet mjedisore. Ethet e objekteve pa leje nuk kanë lënë jashtë as lagunën e Karavastas, pavarësisht pasurisë natyrore që ofron kjo zonë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Mjedisit, në Shqipëri 460.000 hektar gëzojnë statusin e zonës së mbrojtur, ose thënë ndryshe 15.5% e territorit. Deri në vitin 2020, përmes planeve të menaxhimit për zonat e mbrojtura, synohet që kjo sipërfaqe të shkojë jo më pak se 17% e të gjithë territorit.